tjetër video të kanalit tim. Ju që jeni të rinj, mirë se erdhët. Unë quhem Danja dhe ju ndodheni tek Danja's Channel. Dhe ju mua më shikoni kaq të lumtur sepse më në fund më erdhi gjëja që unë kam dashur kaq shumë, gjëja që më bëri për të qarë herën e kaluar që keni parë videon e kaluar, gjëja që jam penduar që se kam marrë që në fillim fare që u shpërngula tek shtëpia e re, ka ardhur Tharsja! Mami edhe babi më bën dhurat këtë tharsen e robave, edhe jam super e lumtur. Nuk e keni idenë, edhe përveç tharses, sot ka ardhur edhe porosia nga Temu me robat e palestrës. Kështu që jam akoma edhe më shumë e lumtur. Do fut tani robat që t'i laj, do me thënë do t'i provoj njerë, do bëjmë haul bashk, do t'i fut robat për t'i larë, edhe sa po të mbaroj ajo, do t'i fut për t'i tharë, që nesër t'i vesh në palestre. Shpresoj të më bëjnë edhe shpresoj të më rinë bukur, se nuk kam roba palestre. Edhe ato që kisha nuk më bënin para një viti, jo më tani që s'më bëjnë, s'më bëjnë. Pa unë për shumë ko, të bëjmë haulin e Temus. Atëherë, ta qajmë qeskën, ta marrë 2 sete, në fakt. Të diri me rrallë. Ka marrë edhe gjëra të tjera, jo vetëm roba palestre. Si fillim, këto janë në fakt për mamin, janë varse për syzet, se mami donte nga këto varse që ti kishte Nikolajta për t'i varur në qafë. Ka marrë edhe të tilla, edhe për mamin edhe për babin, domethënë. Këtu, çfarë kemi këtu? Këto janë çorape për mamin. Sepse një doktor i kishte thënë që duhet të vesh çorape të tilla me gishta. Çfarë problemi kishte mami? Pse do t'i vishte këto? Se majmend. Se mora vesh. Se mami ndonjëherë më thotë se më duhen këto ti porositesh në Temu. I porosit edhe se pyes gjatë. Që bëra gabim. Ua, si thash mamit edhe babit faleminderit për tharsen. Faleminderit. Ju dua shumë. Mua, ju puç. Jo se si dua kur s'më marrin gjëra, mos keq kuptohemi. Unë jam e them gjithmonë, e kam thënë dhe e them, jam e bekuar për ata prindër që kam. Për çdo gjë. Atëherë, kthehemi tek rrobat. Seti i parë i palestrës është ky këtu, që ka këtë bluzën me këtë kanatierën brenda. Edhe ka me këtë detajin e bukur të kësaj klicit. Nejse. Ti provoj edhe t'ju them se si më rinë. Inshallah më rinë mirë. I mora small, nuk i mora të mëdha. Edhe këto janë streqet Leila. Po ti provoj këto direkt. Tadam! Oh my god! Sa bukur më rinë kështu. Normalisht nuk do t'i vesh me të brendshme të tilla, me vija kështu. Muzikë. E vet. Por që kanë perfekt. Ua, sa të lëmuara, sa të mira. Wow! Edhe bluza. Bluza në fakt i bie që kjo me kalimin e kohës, me bërjen e ushtrimeve do më ikë. Po gjithsesi. Oh my god. Kush do mësojt edhe kush do heq këtë barkun? Unë. Të radhës, këto materiali duket si pak mi trashë, se këto që kam veshur. Kam marrë, ishin set me 3 apo 4 pjesë. Këto sports bra, streqet, materiali këtyre nuk më pëlqeka. Nuk më pëlqeka dhe aq që është e vërteta. Kishte edhe këtë xhaketën. Ti veshim edhe këto? Ti provojmë? Seti i dytë është ky që ju thash që s'më pëlqen shumë copa, materiali, po në fakt po më pëlqeka. Është shumë i holl. Më thënë nuk ndihet fare në trup. Scuba diving clothes. Edhe janë si më rinë, ka dhe vrim ka këtu tek duart, të mërë do me thënë, dhe Scuba diving e bashkë. ka këtë bran e bardhë. Vetëm se këto kanë këtë sfungjerët brenda, edhe se si kanë këtu të çuditshme dhe duket sikur kanë probleme me
thithkat e balkoneve. Dhe mbrapa janë kryq. Pëlqen. Unë kam vendosur edhe të shporta disa sete të tjera, po tani që e pash janë material shumë i mirë edhe shumë të bukura, do futem tani sapo të mbaroj video, sapo të mbyll, edhe do bëj porosin. Porosia tjetër është një çantë për të vendosur Dysonin, është kjo e këtilla. Po tani nuk e mbaj mend kjo ishte Tinja apo e Aleksies, se kemi marrë të dyja. Njëri Aleksies. Ja, kjo është kështu. Tjetër është kështu. Pas ka tela kjo këtu. Bëhet e gjerë e tillë, edhe pastaj mbyllet në këtë lloj forme. Dhe të dyja këto që kanë lëkurë të mira. Dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishmja, është një ndriçues që unë e kam marrë për të bërë foto dhe video të bukura. Sepse duen këto takemet e tilla. Është ky ndriçuesi. Këtu inshallah ka bateri. Mas. Na me nderosin. Nejse, ka këtë ndriçuesin, ka një klic që këtë e vendos tek telefoni, dhe këtu mbrapa futet në këtë lloj forme. Ja. Për ta kapur. Pastaj hiqet këtu, mund të futet dhe nga ana tjetër që të jetë në këtë lloj forme. Dhe ka dhe këtë këtu përsëri për ta vendosur këtë mbrapa, ama kjo vidoset tek pjesa e tripodit. Që edhe kjo është shumë e mirë. Tani unë në fakt prisja një tjetër gjë. Super! Deri tek kësaj radhe në Temu. Na nderoi Temu. Erdha këtu me ndriçuesin. Atëherë, ta nisim nga fillimi fare. Ndriçuesi ndizet duke mbajtur shtypur të shenjën e powerit, të energjisë. Okej. Pastaj ka për ndriçim të ngrohtë dhe ndriçim të ftohtë. Për ndriçim të ngrohtë ndryshon në këtë lloj mënyre. Për ndriçim të ftohtë nuk e di se sa dallohet. Bëhet e tillë dhe pastaj ka gradën që mund ta bësh më të fortë ose më të butë ndriçimin. Dhe tani unë këtë e mora që ta bëjmë çik normale dritën, që ta mbaja këtu bashkë me kamerën, po puna është që ku do ta kap? Apo do ta kap këtu, do ta kap sipër kamerës, sipër ekranit. E ja, për shembull, gjatë kohës që unë do filmoj, do kem këtë lloj ndriçimi. The next day. Sot është e premte dhe ne ishim në palestë pas pune dhe pastaj pas palestë shkuam në supermarket dhe do bëjmë një supermarket haul se çfarë blem. Na me që po i nxjerr Emreja direkt. Emreja mori tursho! Edhe është mark turke kjo, sera. Jo, karışık. Jo. What? Duke si që nga Gjermane. Turkish. Tamam. Turkish, obush për çocuğu. Perché tu troppo... Turkish, arrush për çocuğu. Letër banje. Mora bingo, sepse më kishte mbaruar bingoa. Letër bingo për të pastruar këtu vërdall në kuzhinë. Vezë, granola me çokoladë, lajthi dhe mjalt. Dhe mora 4 copë nga këto koset koljo, sepse ishin pa laktozë. 4 shkavall për të bërë pizza. 2 copë nga këto pitet për të bërë pizza. Baza do të thënë. Gerçekten alışveriş Gerçi- ne aldığını merak eden var mı? Evet. Ama Gerçi- merak edenler. Ben. Ya konuşuyorum. Ya ben konuşabilir miyim? Gerçekten marketten ne aldığını merak edenler aşağıya yoruma yazabilir mi? Okuyacağım. 2 kişi yazarsa bundan sonra ben de burada video çekeceğim böyle. Hayır yani market. Kimse merak etmiyor. Söyle. Söz. Söz mü? Sen yapacaksın. Neyi? Hol böyle. Oldu o. Hol. Hol. Emreja tha kështu. Në qoftë se ka dy komente. No, Që yo, ka- yo dy komenti. Üşendim şu an.
Në qoftë se ka 2 komente që shkruani që jeni të interesuar për këto supermarket haul që ne bëjmë, atëherë nga video e radhës në vazhdim, Po. do t'i bëj Emreja këto haule që po bëjmë Ga. tani. Sepse Emreja mendon që nuk jeni të interesuar edhe nuk ju pëlqejnë këto haulet. Unë mendoj që ju pëlqejnë, po gjithsesi. Po thoja, morëm 2 nga këto 2 qese, kjo ka 3 secila, dhe jam bërë 6 këto. Mora nga këto rice cakes, quhen këto? Si këto? Gjithashtu mora ricotta, sepse kam bërë një regjim përpara një 5-6 vitesh. Këto I haja me ricotta sipër edhe me domate, edhe ishin shumë të mira, më mbanin goxha. Emreja pas ka marrë një Pringle. Unë mora këto Rio Mare që do I ha tani një. Qa ka marrë Emreja? Ka marrë kikirikë, ka marrë nga këto Juanita, që janë këto? Me pizza. Dhe gjithashtu unë mora dhe çokoladë të zezë, sepse më duhet që ta bëj sprinkle në kos me granola dhe me fruta. Ka që ishte supermarket hauli. Unë kam filluar edhe regjim, edhe palestër, edhe kam filluar me një trainer, me një personal trainer, që do ju flas pak më vonë. Por gjithsesi, ajo që dua t'ju them është që jemi në rrugën e duhur. Dhe ajo që më pëlqen tek personal trainer që kam tani është që më thot asgjë nga ushqimet nuk është e ndaluar, por është në masën e duhur. Kështu që mund t'i ha të gjitha, po nuk mund t'a ha si farfuqe, si qaja më përpara. Po ha dyrim. Ka marrë dyrim me pul nga një restoran turk, prandaj bë kështu. One eternity later. Dhe që thoni ju, është e shtunë sot. Kam filmuar fare gjatë ditës, se kemi qenë vërdall, kemi patur punë jashtë. Pastaj erdha në shtëpi, lava kuzhinën, lava enët, hëngra drekën. Sot gjithë ditën nuk ka pushuar lavatriçja dhe tharsja një sekond. Madje tharsja, po ta shikoni dhe po ta dëgjoni, është akoma në punë. Ora është 2:14 minuta e mëngjesi, do me thënë ka hyrë dita e diel. Unë tani se po mbarova së uploaduari videon edhe ka vendosur orën në zile, sepse duhet që për 1 orë e gjysmë kur mbaron tharsja të ngrihem edhe të nxjerr rrobat nga tharsja, sepse kështu është procesi. Në momentin që mbaron procesi I tharjes, duhet hapur dera edhe, se s'po më vjen as fjalë tani nga që jam lodhur. Duhet hapur dera edhe duhet nxjerr rrobat. E mira është të shkunden edhe të palosen. Po në qoftë se nuk keni Terezi si puna imi që do ngrihem në orën 3 të mëngjesit, 4 sa I bie, mjafton që të hap derën edhe ti nxjerr ti hedh këtu mbi divan. Nesër, I bie sot mëngjes, në orën 11 kemi lënë me koleget e Zyrës të shkojmë për brunch. Dhe pastaj pas brunchit kemi mbyllur orar për të shkuar tek një qendër masazhesh, sepse kishte paketa dhe do bëjmë hair spa një pjesë që do bëjmë. Se nëse bëjmë, nëse unë do bëj hair spa njërë. Paketa me hair spa kishte edhe një gjysmëorash masazh trupi, që unë e kam jashtëzakonisht shumë të nevojshëm për momentin, duke qenë se kam gati 1 javë, 10 ditë që kam probleme me pjesën këtu, do të thënë kratë majtë të shtyrës kurizore. Kam dhimbje, kam djegje, varet edhe nga pozicioni se si ri, edhe fillon edhe më bën kështu si miza, sikur më kalon njeri me duart kështu, dhe me zi e pres. Kështu që duhet të shtrihem të flesa më shpejt, se në orën 9 duhet jemi kam. Këtu e lash tek videoja e fundit, edhe këtu por I kthehem përsëri për të bërë mbylljen e kësaj videoje, sepse kisha haruar të bëja një mbyllje. Domethënë kisha filmuar edhe gjëra të tjera, por që nuk kanë lidhje fare me këtë video që ju do shikoni, dhe po bëj një mbyllje që pastaj videon tjetër të shikoni ato filmimet e tjera. Tani, çfarë kam vënë re unë edhe çfarë më mërzit është fakti që shumë prej jush nuk bëni subscribe kur shikoni videot e mia. Do me thënë, se mua mi nxjerr YouTube se sa persona, do me thënë sa përqind e shikues vetëm janë të rregullt, por nuk janë bërë subscribe, sa janë të bërë subscribe, e më the thash. Kështu që kam parë që shumë nga ju jeni shikues të rregullt, por nuk më keni subscribe.
dhe do ju lutesha që ta ngrejmë kanalin akoma më tepër edhe të ecim akoma më shumë bashkë edhe unë të sjell akoma më shumë video gjatë javës, më motivoni duke bërë subscribe. Dhe unë si qëllim i kam vendosur vetes që këtë vit të arrij 30.000 subscribers dhe shpresoj shumë që të më ndihmoni që t'ja arrij këtij qëllimi. Uroj shumë. Dhe përveç kësaj më bëni dhe follow në Instagram, sepse aty jam aktive çdo ditë, postoj gjëra më tepër nga përditshmëria ime, gjëra që mund të harroj tin tjerë dhe t'ja u tregoj në YouTube. Kështu që do argëtohemi edhe në Instagram nëse më bëni follow. Pastaj edhe TikTokun e keni opsional nëse doni më bëni follow, nëse doni mos më bëni. Aty nuk është se kam shumë hall, po mirë do ishte që të kisha edhe aty followers. Nuk ngele gjë tjetër vetëse të them, mos harroni të bëni dhe like dhe koment dhe do të shihemi në videon e radhës. Mua! Bye!